Selamu alaikum të dashur miq, mirë se vini në emisionin Kështu ishin të parët tanë me Hoxhën Fitim Gërguri. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Do të flasim për thirrjen në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se gjej. Fillimisht Hoxhë, çka do me thonë me thirrjen të mirë dhe me ndaluar në të keqe? Allahun Teala falenderoj për Allahut falje dhe ndihmë kërkoj salavat dhe selama mbi krijesën më të mirë. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekun rrugën e tij. Thirrjen të mirë dhe ndalimin nga e keqja është prej sifateve, cilësive të çdo besimtari në çdo kohë dhe vend. Jemi të obliguar që vazhdimisht të thirrëm në ato gjëra që Allah ka nxitur për to dhe i dërguar e tij. Dhe jemi të obliguar të largohemi prej atyre që Allah ka ndaluar dhe i dërguar e tij. Kjo është thirrjen të mirë edhe ndalimin nga e keqja. Ndaj prej këtu vëllezër, secili person në çdo kohë e vend me mundësitë që Zoti ja ka dhëruar, e ka për obligim me thirrë në të mirë dhe me ndaluar nga e keqja. Kjo nuk është çështje që përkufizohet për një kategori të caktuar apo njerëz të caktuar, po për njerëzin në parë. Dhe përgjithësia këtu pasaj rritet karshi dhuntive që Zoti na ka dhuru. Një njeri që ka ma shumë dije, ka ma shumë përgjithësi, një njeri që ka mesatarisht, kështu e ka dhe përgjithësin dhe kush ka shumë pak, atëherë ka përgjithësi pak. Por asnjë prej besimtarëve nuk lirohet prej këtij obligimi, po them obligimi pasi që është obligim gjithkush sa i përket. Po, gjithkush sa i përket mundësisë që e ka, është obligim për secilin njeri që ka aftësi mendore dhe i takon besimit ton, pra besimit islam. Dhe pra ka ajete të cilat urdhrojnë qartë këtë punë, apo jo? Padyshim, Allah Azza wa Jalla në Kur'an thotë: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Le të jetë për juve një popull i cili thirrë në të mirë. Pra është fjala për ummetin e Muhamedit alayhis salam. Sigurisht, të jenë dikush që thirrë në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Po ashtu Allah kur i lavdron sahabët, i lavdron me një lavdot që ka të bëj pikrisht me temat që po e trajtojnë. Jo thot kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ishte ummeti më i mirë i ardhur për njerëzit. Pra ummeti i pejgamberit përgjithsisht, e më veçantë kjo vlen për sahabët radhiyallahu anhum, të cilët pse ishin më të mirë, sepse thirrshin në të mirë, ndaleshin nga e keqja dhe besojshin shumë Allahun. Ndaj secili besimtar që beson Allahun dhe takimin me të, e ka obligim me thirrë në të gjëra që Allahu Azza wa Jall dëshiron që të arrijë në robët e vet dhe me largu. Dhe po shohë që vazhdimisht po e ritheksoni këtë që po përfshini çdo besimtar në këtë punë. Sepse ka pasur keq kuptime më herët se kjo është punë e xhallarëve, dietarëve që duhet bërë. Sigurisht se kjo është çështje që ju përket më shumë dhe më gjerë dietarëve, pastaj xhallarëve, siç e cekan fillim, varësisht prej dijes që Zoti ja ka dhuruar. Por ka njerëz që ndoshta s'ka studiu drejtimin e shariatit për më bëu hoxh, edhe e një shariatin më mirë se xhallarët ka. Andaj që nuk ka të bëj me studimet caktuara, ka të bëj me përgjegjësinë e dijes që i takon. Në botën arabe kam njoft shumë besimtar të cilët studionin mjekësi apo studionin farmaci apo drejtime të tjera, inxhinieri, dhe kanë qenë që kanë ditë Kur'anin, kanë ditë hadithe shumë, kanë qenë që kanë thirrë në të mirë, kanë ndaluar. Por në anën tjetër hoxh, ju hoxhallarët jo rrallë keni bërë thirrje që për fe flasin hoxhallarët, flasin njerëz kompetent. Si të kuptohet kjo mes thirrjes në këtë rast për të ndaluar nga e keqja dhe për thirrje në të mirë dhe kompetencës për të folur për fenë e Zotit? Këto janë dy gjëra të ndryshme. Thirrja në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është përgjegjësi e çdo besimtari. Ndërsa fatvaja, me dhënë
përgjigje për pyetjet fetare, kjo ju takon hoxhallarëve. Jo vetëm hoxhallarëve, por në vetëm një kategori të caktuar të hoxhallarëve, jo të gjithëve, padyshim. Si shembull, kur pyetëm për ndonjë çështje, çdo pyetje që më drejtohet ja barti hoxhës ton, hoxhës Enes. Dhe përgjigjen që më jep ja kthej aty që më ka pyet. Se kjo s'm takon mua. Dhe si takon shumicës dërmuesve të hoxhallarëve. Kjo takon vetëm një kategori që kanë arritur në dije dhe përvojë. Dhe dija e përvojë atyre i ka bërë që ata me kanë të partë që duhet me marrë këtë përgjegjësi për popullin tonë në vendin tonë. Ndaj kjo është kategori e caktuar, s'po flasëm me dhënë përgjigje për fe. Më ul me thonë kjo halal, kjo haram, kjo është iman, kjo kufër. Jo kështu, po flasëm për gjëra të njohura. Për shembull, gjithë e dimë se namazi është obligim. Nuk ka nevojë me kon hoxh që më tregu një shoku tonë që s'falet me ja kujtu me orë në xhami. Ose gjithë ne e dim se... Pra, mja kujtu dhe me thirr me u falë, por jo edhe me gjyku gjendjen e tij si një mos falës i namazit. Padyshim, kjo përsëri ju takon gjykimi, ju takon dietarë. Tu ngatrojnë kompetencat pastaj. Gjykimi është fetva. Është çështje që i takon gjykatësve islam në shtetin islam, por pas së skemi kjo bie borë dietarëve tonë, hoxhallarëve tonë ndërum. Pra nuk është, kur u pyetëshin disa prej hoxhallarëve tonë për lansën e namazit, na thëshin për juve, lansën e namazit është me marrë me çun xhami. Ndërsa kjo s'ju takon ta gjykoni. Pra kjo është thirrja në të mirë. Kjo është thirrja në të mirë, ndaj për shumicën e neve, që s'kemi arritë kategorinë e dijes të dietarëve, është që t'i ftojmë njerëz në mënyrën më të mirë me orë më në bashkun namaz. Po jo me gjyku gjendjen e tina, pasi kjo nuk na përket neve. Andaj, që kjo është ai dallimi që shumica njerëzve nuk e kanë të qartë. Gjykojnë ndaj tjerëve dhe marrin primatin e kadijes së gjykatësit, kur kjo çështje nuk është për neve. Pra në këtë rast më shumë dëmtojnë se sa që dëshirojnë të bëjnë diçka të mirë. Jo vetëm që dëmtojnë, por ndërmjetësoj po vret praktikisht në jetën tonë të përditshme. Sa njerëz janë të irrituar prej vrasësisë së një kategorie të caktuar të njerëzish në thirrjen të mirë ose ndalimin nga e keqja. Ne jemi të obliguar me i kujtu rezultatet që i ka ai që falet. Se kënaqësia e Allahut, arritja e xhenetit, shpërblimi i madh që i jep Zoti i besimtarëve. Po ashtu jemi të obliguar me i kujtu edhe pasojat që ka mos falja namazit. Por asë në rastin e parë nuk guxojna me thonë se ti je xhenetli që po falesh, asë në rastin e dytë guxojna me thonë dikujt që ti je xhenemli që e kena namazin. Ndaj kjo është kategori që i lejohet njerëzve të thjeshtë, kjo takon dietarëve. Ata pastaj mbi bazën e dijes që Zoti ja ka dhuru, mbi bazën e kuptimit të thellë të fesë, ata na tregojnë dallimin mes besimit. Që nuk kupton se thirrja në të mirë dhe ndalimi nga e keqja kërkon maturi, kërkon urtësi, mençuri, sigurisht, as si arrogancë. Sigurisht Allahu Azza wa Jall na fton shumë ajete që të thirrëm të mirë dhe ndalojmë nga e keqja me butësi. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, nëse ki armiqësi me dikon, ajo kthehet ka'annahu waliyun hamim, sigur ta kesh shokun më të mirë. Në miqësi. Ndaj kjo është e jone. Asëse nuk bën me thonë dikujt, nëse gjejmë ndonjë gjendje të rënë, me thonë se ty s'ta falë Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për dy persona prej Bani Israilëve, të cilët njëri prej tyre ishte gjunahçar, bënte gjunahe vazhdimisht, ndërsa tjetri ishte adhurues. Ky adhuruesi e ftonte të mirën, ndalante nga e keqja, ndërsa gjunahçari thoshte lërë mu dhe çështjen time me Zotin tim. Kjo zgjati një periudhë derisa adhuruesi i tha gjunahçarit, ty Allah nuk do ta fal kurrë. Në moment që i tha këtë çështje, gjykoi për Allahun. Foli në emër të Allahut. Në emër të Allahut, pa dije vendosi në shkrimin e Zotit, pa dije një çështje që s'na përket neve, e është kompetencë komplete e Zotit Dhul Xhelal. Thot pejgamberi sa kur vjen ditën e gjykimit, i thot Allah, kush ka thonë ty me fol,
në emën të emën, kush ka thonë që unë se fali, pastaj e thot ati shkoti në xhenet, ndërsa ti që ke gjyku, në emën të emën që se fali, do të dënoj me zjarë. Dhe jo rrezik i madh, runa Zot për kësaj gjendje. Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu bujare ka një libër, dikon 6 vëllime varësisht për i botime, disa 5, disa 6, që ka quajt I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, vendosja në shkrimet në vend të Allahut Zotit të botëve. Dhënia e fetvas, gjykimeve në vend të Allahut është çështje që kam pas frikë shumë gjeneratat e para. Njëri prej tabenëve thot, kam arrit 120 prej sahabëve. Dhe i kam pyet për një çështje, të gjithë më ka thonë shko pyet të tjetrën, kam kalu nga të gjithë dhe nuk më marr përgjigje. Aq shumë ka qenë të ruajtur në këtë aspekt. Pra dhënia e fetvas është kompetencë shumë e rëndë. Sikur ta dente robi se çka e pret ngutja në këtë çështje, vallahi nuk do ta tolerante asnjëherë gjuhën e tij që ta merr këtë drejt dhe të flet, veçanërisht nëse është prej kategorive që është i thirrur për me dhënë fatva, nuk është prej atyre që ka studiu dhe i din me i nxjerr në praktik normat që duhet me i marr për çdo rast të çështje. Dhe Muhamedi alayhis salam si ka këshillu, si ka nxit sahabët, si të reagojnë në momentin kur e kanë parë ndonjë të keqe? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mësues i sahabëve dhe nëpërmjet tyre mësues i gjithë njerëzisë deri në ditën e fundit na mëson duke na thonë se nëse ndonjëri prej jush e shën ndonjë të keqe, falyughayyir biyadihi, le ta largoj me dorën e tij. Nëse nuk ka mundësi me gjuhën e tij, nëse nuk ka mundësi me zemrën e tij, dhe kjo është me e vogla. Si ti kuptojmë këto etapa në kohën tonë, pra format e ndalimit të keqes? Me dorën e tij, kjo është për çështje për qeveritar, për pushtetar, ata të cilët kanë pushtet dhe kanë mundësi edhe me forcë me vendos rregull. Kjo quhet në gjuhën moderne se pushteti ekzekutiv. E ka vetëm këtë kuptim, pasi që kuptimi njerëzit kanë autoritet në familje, mund ta shohin një të keqe, mund ta ndalojnë me dorën e tyre. Ky është kuptimi i parë, pastaj do të detajohem me lenin e Zotit. Ky është kuptimi i parë që mirret. Ka çështje që vetëm pushteti ka drejt me i vendos me dorë. Si për shembull, në kohën që jetojna, nëse dikush vjedh, a lejohet që ta shlena me zbatu ligjin ndaj vjedhësit, asës e ke këta kanë pushtetarë, pra nuk është çështje që mënet me u kryer prej prindit apo prej të parit familjes apo të fshatit, jo, kjo çështje komplet e shtetit. Njëjtë gjë vlen për imoralitetin, njëjtë gjë vlen për gjithë ato që ka hudude, ka ndëshkime që para shariati jonë. Dhe nuk bën kjo që vendosën dorën e njerëzve. Për këtë shkak fillova prej këtu. Pastaj kjo është në familje, prindi është i obliguar për fëmijët e vet, për familjen e vet, që ta largoj të keqen nëse ka nevojë edhe me dorë. Nuk do të jetë po opsioni i parë, por nëse nuk ka alternativë tjetër që përmirësohet gjendja, atëherë e ka për obligim edhe me dorë, me ndërhym. Vlen për mësuesin në shkollë, nëse fëmijët nuk kuptojnë ndryshe, dhe kjo është opsioni i fundit, po është opsion dhe do të jetë, dhe jo sot që është po proklamohet se nuk ka drejtë kështu më radhë. Kjo nuk i takon të ndërhym në këto detaje, mësimdhënësve, e ka për obligim që të ndaloj të keqen me dorë. Edhe me dorë, po. Po ashtu vlen për ato i cili është për shembull përgjes për një objekt caktuar si xhami apo shkollë apo çka të qoftë, diçka që është në përgjegjësinë e tina dhe ka raste të caktuara që ka ndonjë rebelim që nuk kupton nëpërmjet Kuranit dhe Sunetit, atëherë opsioni i fundit mbet me ndryshu dhe me dorë. Uthmani radiallahu anhu thoshte, disa njerëz
nuk i ndryshon Kurani. Dhe çka nuk e ndryshon Kurani, e ndryshon sultani. Pra ndryshon pushteti. Nëse ai nuk kupton me ajet hadith, me këshill, me fjalë të mirë, dhe merr për shembull vendim që ta dëmtoj një shkollë caktuar, ta djeg, të detyrohet drejtori t'i thrash njerëz kompetent që ta ndalojnë edhe me dorë këtë çështje dhe të mos lejojnë të shkojnë në një objekt i cili nxjerrën prej tij gjenerata të ndritur, andaj varësisht prej vendit kohës ne marrëm edhe vendimin për këtë çështje. E dytë është me gjuhën e tij. Nëse s'ka mundësi, nuk është përgjegjës, nuk është prind, nuk është atëherë me gjuhën e tij. E ka për obligim sa me fol shumë. Nëse e din se fjala e tij ka dobi me shumë së dëm. Se ka raste kur nëse flet i thënë mirë ose ndonjë nga e keqja, mund të jetë dëmi më i madh se dobia. Në këto raste nuk lejohet të flasim. Imam Shafiu rahimahullah kur e shpjegoi këtë hadith në librin e tij thoshte se ka raste kur besimtarët marrin guxim të flasin kundrejt ndonjë teorie negative që shfaqet apo ide negative që shfaqet në shoqëri, e që dëmi i saj mund të jetë më shumë se dobia. Për shembull, nëse ti thon nuk bën me lexu filan libra, kjo është ndalim nga e keqja, dhe do ta lexoni filan libra, kjo thirrje të mirë. Shumica e njerëzve sot prej kurreshës të madhe gjithë do ta blejnë ato që tha se nuk bën me lexu. Bëhesh shkak që dëmi me kon më madh se dobia. Se nuk i ndalem për mos me ble, por përkundrazi i nxit për me ble. Ndaj kjo shikohet në përfundim të rezultatit. A është rezultati pozitiv apo negativ? Sa gabime sot janë bën, qoftë në aspektin e praktikës të islamit, qoftë në aspektin e përgjithshëm në vendit tonë, që janë thirrë kundër disa në gjërave negative në shoqëni, e që pasojat kanë qenë të kundërta prej asaj që është synu. Ndaj do të me shiku mirë sa aja vlen apo jo. Dhe me ndalu të keqen me zemër. Me zemër është e fundit, që njeri nuk ka mundësi, kur nuk ka mundësi të flasë fare. Për shembull, nëse flet, do të bëhet edhe me keq. Apo do të ketë lëndime trupore që flet si rrahje, torturë, po edhe vrasje. Për shembull të folurit përballë një pushtetari agresiv. Të një të vërtetës për ati mund t'i kushtoj dikuj me jetë. Ndaj Islami këto raste jep përparësi jetës ndaj të folurit. Por ai që flet dhe kundërshton, a bën gjëna jo, por nuk është obligim. Dhe kjo është imani më i dobët që mundet me pas një njeri. Çka do të thotë kjo në këtë rast? Sepse kjo pastaj i nxit njerëzit ta dëshmojnë një iman më të ngritur. Kjo do të thotë se nëse nuk e urrejna me zemër të keqen, jemi pjesëtar të saj. Jemi marrëm pjesë në gjunahën në të cilën bëhet kjo keqe. Si shembull, nëse zemra kënaqet me përhapjen e moralitetit, apo me përhapjen e vrasjes, e dukurive tjera të ngjashme që po ndodhin fatkeqësisht në vendin tonë, atëherë kjo tregon se ajo zemër nuk ka mbet iman të që e ndalon nga e keqja. E kisha fjalën Hoxh kur thoni se nëse e urrejmë një të keqe vetëm me zemër, në pamundësi për të reaguar, sikur dikush pastaj nxitet që ta dëshmoj një iman më të ngritur, jo vetëm me urrejt me zemër dhe insiston ta ndaloj me gojë apo me vepër. Nëse ka mundësi dhe din se bën dobi, a duhet detyrimisht me insistu? Patjetër, nëse e din se mënet me ndryshu diçka. Po nëse i rrezikohet jeta, atëherë duhet lejohet ta urrej me zemër. Lejohet ta kundërshtoj edhe me gjuhë. Dhe kjo është më mirë. Edhe nëse vdes dëshmor, po nuk obligohet. Kemi raste të tilla prej sahabëve radhiyallahu anhum, të cilët e kanë kundërshtuar të kotën dhe ju ka kushtuar
si rasti që përmenëm i Sumejës dhe i Jasirit, ata kundërshtun të keqen dhe vdicën. Apo rasti i Bilalit që ju rreziku jetë, apo asasi nuk pajton të me të keqen. Por në rastin e Amarit, i cili nuk mund të i bante torturat, dhe u detyru me thonë diçka që nuk e beson. Që buroj nga e njëjta familje. Po, atëherë në këtë rast, i themi kë ka marrë lehtësimin, dhe nuk ka gjë. Dhe ja është aprovuar ky lehtësim. Është aprovuar. Dhe pejgamberi sa më ka thonë, se kife vëgjët e kalbek, që shë ke gjetë zemrën tonë, do të më të më inu bil iman, të mbushën me iman, të sigur të shetë me iman, të fejnë adë, nëse këthehen, torturojnë kështu, këtheu dhe me ofenda. Pra në këto raste lejohet, por ka raste, se raste i Bilalit, që është ja kufër iman, drejt për drejt me Zotin, që e murë dhe vështiren dhe mbet simboli qëndrëshmërisë. Ndaj njeri, në varësisht për i bindjes, për i imanit, do të veproj, po kush dëshiron të arrijë lartë, ai vërtet do të jetë simboli qëndrëshmërisë. Dhe ne do ta kuptojmë se kur është më mirë të heshtim dhe kur të flasim në situata të tilla, por këtë do ta bëjmë dashur miq pas pak, sepse shkojmë me një pauzë të shkurtër. Jemi rikthyer dashur miq për të vazhduar bisedën me Hoxhën Fitim këtu te emisioni Kështu ishin të parët tanë, po flasim për urdhrin apo thirrjen në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe ashtu siç u premtuam, shikues e Hoxh, na tregoni se kur është ai momenti që më mirë është të flasim se sa të heshtim, apo ka dhe momente kur heshtja është e kërkuar. A ka udhëzime në këtë drejtim? Patjetër ka udhëzime, duke pas parasysh një gjë. Me thonë fjallën e duhur, në kohën e duhur, vendin dhe mënyrën e duhur, kjo është që kërkohet. Për shembull, urdhrin të mirë, e din se nëse flet njerëz të dëgjojnë. Nëse ndalën nga e keq, ata e praktikojnë, e bën mënyrën e duhur. Jo me vrasësi, jo duke i lëndu, jo duke i ofendu. E bën në kohën që kërkohet. Veçanërisht kur ka ndonjë sprovë të caktuar, ka vdekje, zemra të zbuten, ose kur ka ndonjë vdekje pak më të papritur tek ne, ndonjë aksident të caktuar, kur një njeri vdes, mund njerën këto raste me i shfrytzu që t'i fton njerëz në rrugën e mirë, që tregon se kjo është dunjaja, fillon duke çojt, përfundon duke çojt për ty, në të mos kërko lumturi, përdor metoda të ndryshme që t'ja bëjsh të qartë njerëzve që ky nuk është vatani jonë toka, as nuk është synimi jonë që do të jemi gjithmonë të, është një lloj ure, të cilën do të kalojmë, siç na mëson pejgamberi alayhis salam, kur arrini mbrëmjen, mos e pritni agimin, dhe kur arrini agimin, mos e pritni mbrëmjen, jetonin të sigurisht se një i huaj apo se një kalimtar, një i huaj nëse vjen që do të jetonte, ose një kalimtar, e kështu me radhë, gjitha këto ndikojnë që njerëzit me kuptu realitetin e dunjas. Kur ka ndonjë ashpërsi të caktuar, për shembull, ndonjë konflikt mes ndonjë familje, një njeri që ka dije shkon dhe jo thot për çka është çështja, për disa lek ose për disa para të caktuara, ju thu, po a dini vlerën e dunjas tek Zoti, kjo nuk bën as krahi mushkojës, po të lufton në tjo për këtë krah të mushkojës, qysh do të reagonin fëmijët e ju, lërën më njerëz që kanë pak dituri, ndaj i përdor njeri këto forma që të zbut njerëzit, të largojnë nga hasmëria, nga reagimi i tepruar, nga ajo që nuk kërkohet për një besimtare, apo në gjendje lufte, në gjendje frike, i qetëson duke thonë se Zoti është me ata që i kanë frikë, nëse na jemi që kemi frikë Zotin, po të bashkohen njerëz dhe gjendë kundër neve, nuk do të na bëjnë ndonjë dëm, po nëse
jemi prej atyre që Zoti është i hidhur me ne, po të bashkohen njerëz dhe xhennet. Na bënen dobi, nuk do të na bënen. Ndaj varësisht prej kohës, vendit dhe situatës, flet njeriu me maturi, me dije, me shembuj konkret, që t'ja bën të qartë çështjet që për momentin ata i mundojnë. Ka raste që nëse flet, do më është më i madh se sa dobia, ne i themi se si ishte gjendja e njerëzve, a pranën apo jo. Këtu do të marrë parasysh para se njerëz të vendos të futet në ndonjë çështje, për shembull, a pranojnë tash familja, a është gjendje për t'i fol që ta falin këtë gjak ose ta falin këtë padrejtësi që u bë apo jo, apo do të kohë, sepse reagimi mund të jetë shumë më i madh, konflikti mund të merr pasojë të mëdha, shkon për me ndalu vetëm se i nxit. E kështu me radhë, pra gjitha këto njeri i ka parasysh dhe shpeshher vlena e thënia e shmore që është transmetuar prej Davudit a.s. Nëse të folurit është nga gjendje, shpeshher heshtja është nga ari. Dhe është gjuna hoxh nëse ndonjëherë heshtim përballë të keqës, pa arsye heshtim. Kjo është shumë gjuna e madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Es-saqitu 'anil haqq, shejtanun akhras." Ai që hesht kur do të folur përballë një të vërtetë të pakontestueshme, ai ngjason me shejtanin Mehmet. Është një lloj shejtani Mehmet, i cili nuk flet. Kështu e krahason pejgamberi sa një që hesht përballë një të vërtetë të madhe që ka mundësi ta shpjegoj atë vërtetë dhe ka mundësi ta ndaloj atë keqe. Por është i kujdesshëm. Nëse do të fleshte, ka mundësi. Me cilin person fillon xhehrami? Pejgamberi sa më thotë me ajo që quhet dejuth. Dejuth është ai që kënaqet me gjendjen e imorale në familjen e tij. Nuk ka problem për të nëse vajza shkon me shumë djem, apo djali shkon me shumë vajza dhe nuk ndërhyn. Nëse do të ndërhynte, nuk do të ishte ky përfundim. Këto edhe me dorë kërkohet, edhe me gjuhë, edhe me çdo mjet të mundshëm, sepse rezultati është shumë i rëndë. Ndaj në këto raste, nëse nuk reagojnë, pajtohu me të keqen. Një shembull për me sqaru, në kohën e Imam Ahmedit, kur është burgos, ai njeriu që ishte si drejtor i zinxanes ose atij burgut që u vendos në të Imam Ahmedi. Shkoi një herë dhe i tha: "O Imam, tha, unë e di se po të bëhet pa drejtësi. Po nuk është në dorën time kjo. Është urdhër nga lart, do në vetëm për praktikoj. A marr pjesë unë në gjuna me ta? A jam unë thot prej atyre që avanu në dhaneme që i ndihmoj zullumin?" Tha: "Jo, ti nuk je prej atyre që ndihmon padrejtësinë." Ai pak sa u fresku për i përgjigjes. Tha: "Por ata që ndihmojnë padrejtësinë janë ata që ja ulojnë rrobat padrejtëve, ata që ja krejnë flakt, ata që ju ushqejnë në kuzhinë kështu më. Ndërsa ti tha ti je vetë i padrejti. Ti dhe ata s'ka asnjë dallim." Pse? Se nuk është obligim të punosh këto. Po nëse ke përzgjedh me punu, ti je i padrejt sikur sa ata. Dhe njëri varësisht prej rrethonave caktuar merr edhe përgjigje prej atina që prej djetarit apo atij që është bërë zullum, si në këtë rast Imam Ahmedi, që i tregon realitetin e këtij personi. Kalim tani tek sahabët, ndonjë shembull në këtë punë. Pra njeriu ose sahabi që më shumë të specifikohen këtë çështje është Omeri radhiyallahu anhu. Zotën prej gjërave që më shumë ti i donte Omeri ishte thirrja të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Shembujt janë shumë të Omeri në këtë drejtim ka qenë edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndodhinë e robëve të luftës në Bedër. Pejgamberi sallallahu e pyet Ebu Bekrin dhe i thotë: "Çka do të veproja?" Thotë: "Do të urnoja secilin prej këtyre robëve që kemi në zonë luftë, ta mësonte dikon prej neve shkrim lexim, dhe të binte pasurinë kompenzim të lirimit tina." Ndërsa Omeri tha: "Unë mendoj, tha, dhe unë të këshilloj
thras që t'ja heqësh kokën që të gjithëve. Kjo ju dëkë shumë e ashpër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju dëkë e ashpër. Edhe ju dëkë diçka që nuk ishte konform asoj që njihej me të pejgamberit më bëtësi. Pas disa ditëve zbret ajeti që Allah thotë si takon pejgamberit që të merë kompenzim për robër, hala pa u vendos pushteti ti në tokë. Dhe aprovan fjallin Omerit që është dashtë mi mbyt. Dhe vjen Omeri gjenë duke qarë. Dhe pse për qane? Thonë kështu zotë zbriti në ato që ti me këshilova. Apo rasti i mbulesës, Omeri para prin shpallës, e të i dërguni zotët, unë të urdhnoj që ti mbulosh gratë tua. Pas të zvret ajete në ato që Omeri e thashtë. Pra Omeri nuk ishte vetëm me njerëz dhe rëndëmt, thërës në të mirë dhe ndalus nga kjo. Kjo ishte edhe me vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe rastet shumë të në kohën e Abu Bekrit, kur Omeri nuk pajtohet, se në rastin aty në personave që Abu Bekri janë dani tokë në gjerë për ta punu. Ata thonë, por thotë shkomërnë edhe në nënshkrimin e Omerit për këtë çështje. Omeri radiallahu anhu ishte duke i pastruar devet, edhe kur vinë ata me atë durët e papastërta që kishte, e morë dhe e shkju atë letër që ja dhanë. Ata u hapetën dhanë. Si guxon ti të veprosh kështu? Tha shka thuj Ebu Bekrit, se Omeri nuk në shkruan dikon që u bëhet padrejti muslimanëve. Pastaj i pastrën durët dhe në atë gjendje tashpër nisë drejt Ebu Bekrit. Thotë kjo tokë është e jotja, është tokë e shtetit, thotë jo e shtetit, thotë kush t'jep ty drejt me vendos për tokën e shtetit në këtë mënyrë. Pastaj Ebu Bekri thotë vallahi ti je më parsor se sa unë për këtë çështje me qenë khalife. Subhanallah, apo me familjen e tina. Ishte ashpër, ashpërsia tina vrejhe qartë. Pra ishte parimor në fakt. Parimor, po jo vetëm. Kështë dozë të ashpërsisë. Te Omeri nuk ka qenë opsion vetëm të thirrjen me fjalë, po ka qenë edhe opsion edhe ndalimi me dorë shpeshherë. Në rastin kur e shën një deve të majme, i viziton deve të muslimanëve dhe i pyeti kujna kjo, thonë kjo është e djalit të Abdullahut. Dhe thërë në Abdullahun, vjen Abdullah ibn Omeri dhe i thotë pse devja jote është me e majme së deve tjera. Thotë nuk di o presi besimtarë, thotë unë e di, se këta e kanë ushqy ma veçantë dhe i kanë dhënë me pi ma veçantë sepse kjo devja e djalit prisit besimtarë. Thotë për këtë shkak deven shite dhe parat kthej në shtetin islam. Ai habitet thotë nëse së bën do të çojnë mes. Kështu është ashpërsit madhe. Por nuk e lën ta në asnjë rast, në asnjë mënyrë Omeri thirrjen të mirë dhe ndalimin nga keq. Apo rastin njëherë Ebu Musa Eshariu radiallahu anhu e lajmëroi se një karavan prej Medinës mrin në Kufe ku ishte edhe me këmbës. Dhe në mesin e tyre ishin dy bijtë Omerit radiallahu anhu. Ai i merr një darkë më të veçantë, ja dhuron një darkë dhe i thotë nuk di se si t'ju ndihmoj. Thotë por i kam disa para që duhet me ja dërgu Omerit, që më mbledh prej taksave me ja dërgu khalifes. Thotë pia vjepi këto para, bleni këto gjëra me to, dhe kur shkonin në Medinë shitni, fitimin merrni, ndërsa parat që duhet me ja dorëzo Omerit, thotë dorëzoni ja. Ata ashtu veprojnë, i marrën parët, blenë gjësende, mbrinë Medinë, i shesin gjitha, dhe mas një muji, ja dorëzojnë të hollat Omerit, thonë këto janë prej Ebu Musa Eshariut. Omeri thotë Ebu Musa Eshariu, ju i keni ardhur para një muji, pse si sonë parët? Para një muji pësët. Thotë rafi hile, po mrej se këto ka një hile. Tha thonë, kështu kena vepru.
e fton Ebu Musa në Medina, edhe 2 bitët i thotë që i rrej aq fort. So, ndjen dhimbje të madhe për kësaj. Dhe ta kështu jeni urdhnuar të bëni padrejsi ndaj njerëzve. Dhe ja merr gjithë fitimin e parëve dhe këthen në vendin islam, në arkën islame, arkën e shtetit. Pra ti është familjari njëri drejt pushtetar, nuk është privilegj, si në kohën tonë. Në kohën e parë tonë ishte sfidë, dhe ishte sfidë e madhe përgjithësi. Apo rasti Aliut radhiyallahu anhu, i cili thërtën të mirë dhe ndalante nga e keqja, dhe thoshin për të se nuk frigohej prej askujt. Ishte parimor i drejt, po kjo nuk e detyronte që t'ja bënte shefin njerëzve dhe rastet shumëta. Një gjë vetëm duhet ta kuptojmë. Gjithë sahabët, pa asnjë përjashtim, ishin shembull i thirrën të mirë në ndalimin nga e keqja. Dhe rezultati tyre tregon këtë vërtet madhe. Pse po them kështu? Sahabët radhiyallahu anhum në kohën e tyre Islami u fut në Kinë, u fut në Spanjë, në Afrikë. U zgjeroi shteti Islam, saqë Ibn Omerit është kemi qëndruar nga 6 muaj në vendet ruse të sodit, territoret ruse, po edhe ishte Republikat Sovjetike si Tajikistani, Uzbekistani, Kazakistani, e kështu me radhë, që edhe sot shumica tyre janë musliman, dhe të qëndrojnë nga 6 muaj duke e fut fenë Allahut në ato vende. Ndërsa sot, kur ky obligim i madh është zbeje aq shumë, jemi gjithë të vetëdijshëm se s'po mundemi ta shtrim Islamin në shtëpitë tona. Dhe lere ma ta futëm Islamin në vende tjera, po fshatra tjera. Në vendin ton nuk po mundemi. Ndaj lësë Zotën të na vedesoj. Amin. Dhe hoxh, para se të flasim për shpërblimin e një vepre kaq të mirë, na thuaj, a ka shenje që besimtari mund ta kuptojë se këtë punë po e bën me sinqeritet? Padyshim, nëse puna në të cilën e bën nuk ndikon tek ai në ndryshimin e gjendjes sine, është fjala nuk ka mendje madhësi, e bën me qiltërsi të madhe, e bën për me arrit kënaqësinë e Allahut, edhe e ka motën e pejgamberëve të cilët e kishin la nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk dëshirojmë për juve as shpagim e as falënderim, i tillë është i sinqert dhe e bën për Zotin. Ndërsa një njeri i cili kërkon diçka, kompenzim material, ai vret ashishare. Për shembull, thotë unë do hy ti rregulloj 2 familje, por çmimi jam është kaq. Kjo është një lloj gjëje që nuk e kanë bërë të parë tonë. Nuk kanë pranuar që thirrën të mirë dhe ndalimin nga e keqja Këtë kosta në dunjas. Kjo është kosta e botës tjetër, po jo edhe kësaj bote. Ndaj kjo e rrezikon, nuk po them se është i sinqert, se sinqeriteti nuk e din askush për Zotit. Po është çështje që mund ta rrezikoj sinqeritetin. Mund ta bëj ndyshje sinqeritetin prej personit të caktuar. E cili është shpërblimi për këtë punë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte men dala ala khairin ka fa'ilihi. Ai që mëson një njeri për një të mirë, është sikur sa ai që e vepron. Për shembull, vëlla bujar, ne që mundohemi të mësojmë njerëz, të kujtojmë për vlerën e leximit të Kuranit, për vlerën e dhikrit, për vlerën e një fjale të mirë, për vlerën e respektit prindve, vlerën e amanetit, vlerën e mosdëmtimit të shtetit, mosdëmtimit të pronave, tjetër të kështu me radhë, secili që na dëgjon dhe e praktikon, ne marrëm shpërblime sikur sa ne ta veprojmë. E kemi këtë shpërblim sikur sa ta veprojmë. Për këtë arsye, dietarët thonë se nuk lejohet robi të bëj haxh ose umre për pejgamberin alayhis salam. Pse? Se gjitha haxhet dhe umret, gjitha dhurimet që bëhen, i shkon shpërblimi pa ju mangu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak është në pozitën më të lartë në xhenet. Për këtë shkak, pse? Sa më shumë njerëz e praktikojnë mësimet e tij,
aq më shumë i shkon shpërblimi atina. Ndaj edhe ne, nëse kemi këtë punë me sinqeritet, e bëjmë me knasi për me arrit knasinë e Allahut. Edhe kur nuk jemi me këto, edhe kur del bari mbi varret tona, edhe kur shembet varri, edhe kur nuk dihet më se këtu ka ekzistuar ndonjë varr. Edhe në atë kohë do të na vjen shpërblimi, pa pa kësu. Çdo libër të mirë që ka nën dietar ton, që ka vdek para mira vjetësh, dhe ne e lexojmë, i shkon shpërblimi atij dietari. I shkon shpërblimi atyre që e kanë ndihmuar atë libër me u botu, me u shkru. Ne e dim ndoshta se këtij dietari shkon shpërblimi, por se ati financuesit kush është ai nuk e dim, edhe ati shkon shpërblimi. Edhe secilit që ka kontribu në mënyrë ose tjetër i shkon shpërblimi. Ndaj sa më shumë ta nxisim veten në këtë garë, sepse vallahi është një investim që rrjedhës që rezultatet e tina madhështore do t'i shefsh vetëm ditën kur ta takosh Allahun. Nëse kon jetë në këtë botë edhe 1000 vjetë, edhe lënë gjunë, si libra ngjeshme, që njerëzve ja vlerëton kuptimin e fesë, për secilin shkruajnë që lexohet do të vijë shpërblimi. Ose lënë ndonjë sadak, ende gjendet sadaka që Uthmani e kishte lënë. Ende ka sot hotele në Mekë me emrin e Uthmanit, të cilët vetëm për shërbime marrin pagesë dhe krejt shkon në vakf për Uthmanin. A nuk dëshirojmë të jemë të tillë? Kush dëshiron, ndaj e ftoj krejt ata që na dëgjojnë, që të mundohen në çdo mënyrë që Zoti ja u ka lehtësuar, të jeni të mirë, ndalojnë nga e keqja, se kështu arrihet kënaqësia e Allahut. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Dashur miq, kjo ishte tema e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takohemi në emisione të tjera. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe selam aleikum.